Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Harrojini dentistin, kjo recet do t'ju bëj dhëmbët e bardhë si bora. Dhëmbët e bardhë janë me siguri një prej detyrave më të vështira që qëndron në krye të listës. Studimet kanë treguar në fakt se një buzëqeshje joshëse dhe jo e bardhë mund t'ju bëj juve të dukeni më e re dhe më e suksesshme dhe më e bukur. Ndonjëherë edhe pse mund të jetë vështirë për të zhdukur njollat pa ndihmën e dentistit, ti mund t'ja dalësh vetëm me një truk të thjeshtë. Provo që të hash ushqime të shëndetshme për të patur një buzëqeshje më të bardhë. Çfarë duhet të hani? Hani sa më shumë mollë, selino, karrota, të cilat do t'ju ndihmojnë ju për të zbardhur më shumë dhëmbët dhe njëkohësisht për të hequr njollat. Nëse vetëm me frutat nuk funksionon, atëherë ne ju sugjerojmë që të provoni një përzgjedhje me ujë të oksigjenuar, sodë buke dhe pastën e dhëmbëve. Përdoreni këtë lloj paste për të larë dhëmbët dhe pas disa përdorimeve, dhëmbët tuaj do të jenë më të bardhë. Për të parandaluar njollat të cilat mund të krijohen në dhëmb në të ardhmen, përdorni çajin e zi, i cili ndihmon që pas ushqimeve ose kafes të mos krijohen njolla në dhëmbët tuaj. Ndërkohë, sipas ekspertëve, shpenzimet globale në produktet e zbardhjes së dhëmbëve arrin me miliarda dollar në vit. Zverdhja e dhëmbëve është një pasojë e stilit të jetesës tonë stomatologët. Sipas tyre, duhanpirja, kafeja dhe çaji janë shkaktarët më kryesor të zverdhjes së dhëmbëve. Ushqimet dhe pijet me ngjyrë të errët si vera e kuqe, rushi, boronica, shega e të tjerë ngjyrosin dhëmbët, sepse përmbajnë substanca të cilat ngjiten me enamelin e dhëmbëve. Sipas të dhënave, zverdhja e dhëmbëve mund të shkaktohet edhe nga sëmundje dhe probleme të ndryshme shëndetësore. Nëse larja e dhëmbëve 2 herë në ditë dhe përkujdesi për to nuk e zgjidh këtë problem, atëherë ju duhet të merrni në konsiderat këto alternativa. Soda e bukës është një nga përbërësit më të mirë që ju mund të përdorni për zbardhjen e dhëmbëve. Limonët gjithashtu kanë aftësi të mira zbardhuese dhe pastruese për dhëmbët tuaj. Pastë zbardhuese me sodë buke dhe me limon. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë sodë buke, lëng limoni ose ujë. Përzieni lëngun e freskët të limonit ose ujin me disa lugë çaji me sodë buke. Përzieni të dyja derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Fshiheni dhëmbët me një letër kuzhine dhe më pas fërkojeni me pastën duke përdorur një furçë dhëmbësh. Lëreni pastën në dhëmbët tuaj për rreth 1 minutë. Më pas shpëlajini me ujë të bollshëm në mënyrë që të shmangni ndonjë dëm potencial të aciditetit të enamelit të dhëmbëve. Në qoftë se ju përdorni ujë në vend të lëngut të limonit, pastën mund ta mbani për deri në 3 minuta. Kjo pastë është përdorur 1 ose 2 herë në javë. Përveç aplikimit të pastës zbardhuese, siguroni që t'i lani dhëmbët 2 herë në ditë. Ne ju këshillojmë gjithashtu që ju të shmangni edhe duhanin, kafen dhe pijet e gazuara në mënyrë që të mbroni dhëmbët tuaj nga zverdhja. Në qoftë se këto pije janë të preferuara tuaja, atëherë përdorni një pipë në mënyrë që të kufizoni kontaktin me dhëmbët. Në qoftë se keni dhëmbë me njolla në ngjyrë kafe, këto receta do t'ju ndihmojnë ju në zhdukjen e tyre. Shëndeti i dobët i dhëmbëve ka qenë i lidhur me sëmundje të shumta të tilla si sëmundjet e zemrës. Gjithashtu në vitin 2010, nga studimi i Universitetit të New Yorkut, u gjet një lidhje midis inflamacionit dhe mishrave të dhëmbëve dhe njëkohësisht sëmundjes së Alzheimerit.
Për më tepër, studiuesit e Universitetit të Harvardit zbuluan një lidhje mes sëmundjes së mishrave të dhëmbëve dhe sëmundjeve të shëndetit tonë. Kariesi ose shenjat në ngjyrë kafe formohen kur bakteret në zgavrën e gojës përzihen me nën-produktet e proteinat e ushqimit, rriten nën vijën e gomës dhe në pjesën e mbushjes së dhëmbit. Kur ajo ngurtësohet, pllakat bëhen tartar, e cila është një çështje serioze që çon në inflamacion dhe sëmundje të mishrave të dhëmbëve. Tartari pothuajse gjithmonë prek sipërfaqet për shkak të mungesës së higjienës orale gjatë një periudhe të zgjatur. Formimi i pllakës dhe i tartarit duhet të motivojë dikën në mënyrë që të fillojë dhe të kujdeset për dhëmbët e tij. Për të parandaluar probleme të tilla dentare, Shoqata Amerikane e Dhëmbëve sugjeron disa këshilla për pastrimin e dhëmbëve tuaj. Receta e parë: miksoni 7 lugë vaj kokosi, sasi të njëjtës sodë buke, disa pika vaj tuaj të preferuar për të bërë një pastë natyrale dhe më pas përdoreni atë në vend të pastës të blerë tek dyqani. Receta e dytë: në një gotë me ujë shtoni disa pika vaj karafili, mente dhe limoni dhe përdoreni këtë përzierje për të shpëlarë dhëmbët tuaj 4 herë në ditë. I thoni lamtumir dentistit duke vendosur sodë buke dhe krip tek dhëmbët. Dëshironi të zgjidhni një problem të thjeshtë me të cilin të gjithë përballen natyrshëm dhe t'i thoni lamtumir dentistit. Me sodë buke, krip dhe këta përbërës që ne do t'ju prezantojmë në vijim, ju tashmë do të mundeni. Shëndeti ynë oral është mjaft i rëndësishëm për mirëqenien tonë dhe ruajtjen e higjienës së mirë orale dhe për të parandaluar njëkohësisht pushtimin e baktereve dhe të toksinave. Prandaj është jetike që të mbajmë dhëmbët tanë të shëndetshëm, të eliminojmë gurët dhe të parandalojmë sëmundjet dhe infeksionet e mishrave të dhëmbëve. Për fat të mirë ekziston një recetë tepër e thjeshtë e cila do t'ju vijë juve në ndihmë për të zgjidhur të gjitha problemet dentare dhe për të mbajtur shëndetin tuaj oral në një gjendje të mirë. Një dentiste ka zbuluar këtë metodë të mahnitshme, e cila kushton shumë pak dhe premton që të rivendos një buzë qeshje të bardhë dhe njëkohësisht me shkëlqim dhe të shëndetshme. Për këtë recetë juve do t'ju duhet një lugë gjelle sodë buke ose një filxhan peroksid hidrogjeni, gargar antiseptike ose një lugë çaj krip, ujë i nxehtë, për të pastruar dhëmbët dhe furçë dhëmbësh. Në një filxhan përzieni një lugë sodë buke me gjysmë lugë krip. Më pas lagni furçën tuaj të dhëmbëve me pak ujë dhe zhyteni mirë në këtë përzierje. Më pas lani dhëmbët me kujdes për plot 5 minuta. Ndërkohë, përzieni gjysmë filxhani peroksid hidrogjeni me gjysmë filxhani ujë të ngrohtë dhe shpëlajini gojën me këtë tretësirë për 1 minutë. Më pas, përshtyeni dhe shpëlajini gojën me gjysmë gote me ujë të ftohtë. Përdorni fillin me shumë kujdes për të mos irrituar mishrat e dhëmbëve dhe fërkoni pllakën që ju ka ngelur midis dhëmbëve. Lëvizeni fillin me kujdes nga njëra anë në tjetrën për të mos irrituar mishrat e dhëmbëve dhe në fund shpëlajini gojën me gargar antiseptike. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që ju të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.